Numri i bizneseve që operojnë në Shqipëri po rritet. Sipas të dhënave të fundit nga Qendra Kombëtare e Bizneseve, vetëm gjatë muajit shtator janë hapur mbi 1400 subjekte të reja, ndërsa në tremujorin korrik shtator, numri i përgjithshëm i regjistrimeve të reja ka kaluar 4000. Sipas KQB-s, sektori i tregtisë dhe riparimit të automjeteve kryeson me numrin më të madh të bizneseve të reja, ndjekur nga akomodimi, shërbimi ushqimor, industria përpunuese, transporti dhe ndërtimi. Struktura ekonomike shqiptare mbetet e orientuar drejt shërbimeve, të cilat përbëjnë 86% të gjitha ndërmarrjeve, ndërsa ndërmarrjet e vogla, me 1 deri në 4 të punësuar, përfaqësojnë mbi 85% të totalit. Vetëm gjatë vitit 2024, në të gjithë vendin janë regjistruar mbi 17500 subjekte të reja.